për ditën e enjte, kur u bë zgjedhja e kryetarit të SPAK-ut, i cili ishte zoti Klodian Braho, keni parasysh që bëshe paralel, nga njëra anë zhvilloshin punimet e seancës plenare, nga ana tjetër bëshin zgjedhjet e SPAK-ut. I gjithë faktori evropian edhe ndërkombëtar qëndronte te SPAK-u. Pra, SPAK-u si prokurorie e posaçme është prokuroria e cila ka bekimin e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, edhe shikohet sot si i vetmi mekanizëm i cili mund të vendosi në fre korrupsionin. Qartë. Kemi parasysh, korrupsioni është problematika kryesore e Shqipërisë. Është një nga pikat kryesore e vendosur që në kriteret e Kopenhagenit është ABC-ja e Bashkimit Evropian, lufta ndaj korrupsionit. Ne sot këtë kemi krizën më të madhe politike, institucionale dhe sociale në Shqipëri dhe gjën më imediate për të vepruar në të njëjtin moment. Kështu që duke pasur parasysh këtë lloj kompetencash, SPAK-u qëndron akoma me të njëjtin mision, me të njëjtën vendoshmëri dhe me mbështetje më të madhe. Ku qëndron problematika në këtë çështje. Jemi shumë dakord përsa përket SPAK-ut si prokurori. SPAK-u si prokurori e bën punën. Pra kemi të bëjmë individ të ndryshëm, si që ishte zoti Veliaj, zoti Peqaj, Vajgjush Dako më përpara, zonja Balluku, e cila është rasti më flagrant finali, i cili është çështje në hetim dhe kërkohet arrestimi i saj, pra SPAK-u e bën detyrën e saj. Kush nuk e bën detyrën? Është çështja e gjyqësorit. Do kemi parasysh diçka. SPAK-u në fund të ditës është thjesht prokurori. Ngren akuzën, krijon çështjen. Në fund ditës, kush e jep vendimin final është çekani gjykatësit. Dhe fatkeqësisht kjo mungon ende në Shqipëri. Kur u miratua reforma në drejtësi me 140 vota nga parlamenti, pra me unanimitet të plot, u bë pikërisht me idenë që tashmë institucioni i drejtësisë duhet ndryshojë. Ne si popull, si qytetar, jemi dakord me atë çfarë bën SPAK-u, por në fund të ditës ajo çfarë intereson qytetarëve shqiptar është vendimi i formës së prerë, pra goditja e çekiçit të gjykatësit. Nuk jam i kënaqur që Erion Veliaj është në paraburgim. Nuk jam i kënaqur që Ilir Meta është në burg. Nuk jam i kënaqur që zonja Balluku është ende në gjendje të lirë. Unë dua gjykimin si qytetar dhe për post gjykimit kërkoj sekuestron e pasurisë të parave të vjedhura, sepse kemi të bëjmë me një pasuri e vendosur mbi bazën e korrupsionit dhe aktivitetit kriminal. Vetëm në qoftë se arrihet kjo fazë, qytetarët shqiptar do të shikojnë frutet e vërteta të SPAK-ut. Nuk mund të mjaftojë thjesht me ngritjen e akuzave dhe me vendosjen e individëve në paraburgim, të cilët bëjnë paraburgimin, marrin dhe i dënim të shkurtuar në fund të ditës dhe në fund i gëzojnë të gjitha parat e marra nga korrupsioni. Jo, ndërkohë zgjidhja do të ishte ndryshe. Prandaj, që ta perifrazoj deri në fund, po, jam shumë dakord me SPAK-un si prokurori speciale dhe për punën që po kryen, mbi dosjet voluminoze që po bën ndaj zyrtarëve të lartë të korruptuar, por ndërkohë kërkohet edhe një vendim i gjykatës. Pra reforma në drejtësi është ende e paplot në kushtet që po flasim tani. Ndërkaq, si e ke parë ti gjithë reagimin dhe mbrojtjen e drejtë për drejtë të kryeministrit shqiptar Edi Rama ndaj zonjës Balluku me gjithë të aferë korruptive? Praktikisht është diçka e cila është anomali në vendet e Europës perëndimore ose në vendet që praktikojnë demokracinë liberale. Është e vërtet që duke pasur parasysh anën institucionale, kryeministri mund ta mbrojë zonjën Balluku pasi kërkohet zbatimi i ligjit, zbatimi i kushtetueshmërisë së vendit, vendosja e komisionit parlamentar i cili do të shikojë nëse duhet hequr mandati apo jo. Kjo gjë ndodh kudo në botë, por ama anomalia është në botën e civilizuar, perëndimore dhe demokratike, nëse del një skandal, vetë personi në fjalë jep dorëheqjen nga posti dhe thotë po, jam i lirë të hetohem nga drejtësia. Zonja Balluku nuk e ka thënë këtë gjë. Kryeministri Edi Rama nuk e thotë këtë gjë. Prandaj çështja është aty. Po, Rama po e mbron se Balluku po flasin për numrin 2 të qeverisë. Pra flasim për një person i cili ishte shumë afër kryeministrit. Por ama kemi të bëjmë edhe me një precedent i cili në këtë anë lidhet me alter ego në çështjes. Pra kemi të bëjmë me SPAK-un. Kemi të bëjmë me ish zëvendës kryeministrin Ahmetaj, i cili u arratis edhe i shpëtoi drejtësisë.
Sot është në azil politik në Zvicër. Drejtësia shqiptare nuk mund të lejojë më që të shpëtojnë të korruptuarit. Kështu që unë besoj, edhe pse zoti Rama nuk do, edhe pse kryetari i kuvendit e anulloi mbledhjen e mbledhjes së Këshillit të Mandateve, unë gjykoj se nuk ka ku të shpëtoj. Balluku do gjykohet. Kjo është pak, por e sigurt. Ndërkaq Rei, hetimin që po ndodh tashmë ndaj Akshit? Hetimi ndaj Akshit vjen në vazhdon e hetimeve të vazhdueshme, të cilat janë bërë duke u lidhur edhe me zonjën Balluku në të njëjtën sferë, pasi kemi të bëjmë me korrupsionin zinxhir. Kemi të bëjmë me abuzime të pushtetit në sektor të ndryshëm. Akshi është një nga këto. Përsëri mendoj që po veprohet gabim dhe në formën e Akshit. Është diçka e vonuar. Akshi duhej reformuar që në momentin kur u hakua nga iranianët. Nuk ishte normale që të dinin pagat e shqiptarëve. Nuk ishte normale që të dinin të dhënat personale të shqiptarëve. Çfarë ndodhi atë periudhë? Asgjë nuk ndodhi. Tani po merren me abuzimet që kanë ndodhur te Akshi. Po normal që do ndodhin këto abuzime, duke pasur parasysh ecurinë e dobët të këtij institucioni për një periudhë shumë të gjatë kohore. Duke pasur parasysh neglizhencën që ka treguar ky institucion përsa i përket çështjes kombëtare, se po flasim për rrezikim të sigurisë kombëtare. Është diçka shumë e rëndë. Nuk është diçka rastësore, nuk është diçka e thjeshtë. Prandaj, fakti që po veprohet tani është diçka shumë e mirë, por është i veprim shumë i vonuar, sepse është bërë një dëm kolosal përsa i përket financave shqiptare, sepse do të kemi parasysh diçka në fund të ditës. Këto para të cilat vidhen, në fund të ditës janë taksat e mia dhe taksat e tua. Qartë. Pra në këto lloj rastesh duhet një veprim sa më i fortë, qoftë politikisht nga opozita, por i fortë dhe nga shoqëria civile në të njëjtën kohë. Diçka e cila për një kohë shumë të gjatë ka munguar. Kështu që është diçka pozitive që Spaku, prokuroria po i heton çfarë po ndodh brenda Akshit, por është diçka e vonuar, pasi kemi të bëjmë me një dëm kolosal. E qartë. Rei, duke pasur parasysh të gjithë vazhdën e këtyre hetimeve dhe tre emrave që ti përmende, pra të cilët janë tashmë në burg, është zoti Metaj, zoti Veliaj, por edhe zoti Beshaj. Ndërkaq, në këto hetime të tjera, pra siç është Akshi edhe Balluku, a mendon se SPAK do të ketë guximin të shkojë deri në fund këtyre hetimeve me këto emra të mëdhenj, apo ndoshta do të frenohet përballë presioneve politike dhe jo vetëm? Duke pasur mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pasur mbështetjen e fortë të institucioneve të Bashkimit Evropian, SPAK-u nuk ka për të ndalur. SPAK-u do të vazhdojë të bëjë punën e tij. Ajo çfarë mua më shqetëson në këtë moment është fakti që SPAK-u po ngrihet si super